Mirë të nderuar teleshikues, të rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Ne më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim se reko në rajonit dhe konkretisht zhvillimeve të cilat vijnë nga Kosova, deputetët e kuvendit për herë të 27 radhazi kanë dështuar që të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Votimi i fshet ka qenë një ngërsh tjetër dhe problematik tjetër me të cilën janë hasur deputetët e kuvendit të Kosovës, një votim të cilin nuk e kanë pranuar dhe kanë kundërshtuar për disa herë rjesht. Dhe e gjithë problemi qëndron tek propozimi për krye parlamentare i lëvizjes vetëvendosje. Zonja Albulena Haxhiu, e cila ka dështuar që të merrte 61 vota, të cilat duhen dhe nevojiten në total për të zgjedhur në postin e krye parlamentares. Ndërkaq do të ndalemi edhe në të tjera zhvillime të cilat lidhen me presidenten Vjosa Osmani, e cila ka bërë të ditur se rekon të gjitha zhvillimeve të cilat lidhen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Kjo e fundit ka zhvilluar takime me krerë të subjekteve politike të Kosovës. Haxhiu ka thënë se në takim me presidenten Osmani është diskutuar edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare së bashku me ato lokale. Por për të kuptuar më shumë rreth asaj se çfarë është duke ndodhur, të gjithë klimën politike dhe të gjithë ngërçin politik më bashkohet në këtë moment në një komunikim të drejt për drejt, zoti Zejnullah Jakupi, analist. Zoti Jakupi, ju përshëndes, kënaqësi që jeni sot me ne. Përshëndetje, gjithashtu. Zoti Jakupi, e nisim pak së bashku, duke qenë se jemi për herë të parë në këtë komunikim të drejt për drejt. Pse ka qenë vështirë konstituimi i kuvendit të Kosovës? 27 herë radhazi dështime, po ashtu ka dështuar edhe propozimi për një votim të fshet për zgjedhjen e krye parlamentares. Po, nderuar, në Kosovë ka krizë politike sepse nuk po arrihet të krijohen institucionet dhe kjo tani më ka kaluar, pra si shtat ju 27 herë, domethënë njerëzit tani më akoma nuk po i përfillin domethënë numrin e paraqitjeve, numrin e përpjekjeve, dhe tani ka kaluar domethënë kufit e mundshëm të lejueshëm. Gjithsesi kjo bllokadë është, të themi, anomalike dhe nuk ka patër asnjë shkas që të stergjatet. Pra fajtore në këtë mes është, të themi, opozita e cila nuk po pranon asesi kandidatën e propozuar nga lëvizja vetëvendosje dhe koalicionin zonjën Haxhiu, edhe pse kjo e drejtë e propozimit i takon lëvizjes vetëvendosje, dhe opozita, sidomos partitë shqiptare, nuk do duhet të ngoronin për të hyrë pra në koalicionin apo s'pari për ta votuar gjithsesi zonjën Haxhiu dhe pastaj që të krijohen institucionet në mënyrë që pastaj të krijohet edhe qeveria. Pse po themi se opozita është gabim, sepse dy partitë së bashku kanë fituar votat, pra sa lëvizja vetëvendosje, koalicioni, pra dhe nuk kanë të drejtë, të themi, morale që të bllokojnë krijimin e institucioneve, sepse këtë pozitë e kanë marrë nga votuesit, e kanë, pra nuk po e pranojnë, dhe faktikisht kjo i bie që nuk po e pranojnë vullnetin legjitim të qytetarëve, të votuesve, dhe kjo nuk është demokratike dhe as legjitime. Pra Albin Kurti nuk tha se nuk do të bëj pra koalicion me PDK-n, me LDK-n, megjithëse që dim, ai ftoi dy subjektet e mëdha që të bëjnë pra një koalicion për të mos përfshihet pra lista sërbe, sepse ajo në këto momente delikate do të pengonte në këtë fazë pra funksionimin e qeverisë, sepse dihet që do të vinte në pikpyetje, gjithashtu edhe ndikimi, domethënë sjellja e saj korrekte për interesat e Kosovës dhe gjithsesi ndikimi i Beogradit politik. Dhe ky ngërsh pra është fytyrë, të themi, ballkanike dhe përfshihet se edhe pas 26 vitesh lirie dhe demokracie nuk është të kaluar kjo urrëtie që kanë subjekte politike ndaj njëra tjetrës, sepse nuk mund të bëhen pra bashkë
për një arsye, me siguri të themi se nga opozita, ndoshta me qëllim friksohen se do të mund nxirren para drejtësisë, edhe çështje që lidhen me korrupsionin dhe vitet e kaluara, por edhe krimit të organizuar, prandaj po bëhet gjithë kjo bllokadë dhe nuk do të kishin gjithsesi as formimin e institucioneve. Si është parë gjithë kjo blokadë që theksoni ju, zoti Jakupi, gjithë ky ngërsh politik, si është përkthyer në klimën e përgjithshme politike në Kosovë, pasi ende nuk kemi institucione të reja? Dhe është një tjetër problematik. Gjithashtu, ne siç e kemi pa, domethënë në Gjermani ka patur këto zhvillime të ngjashme kur partitë me orientim të ndryshëm ideologjik, siç ishte CDU, CSU, u bashkuan me socialdemokratët, nuk ishte problem, madje edhe e majta Die Linke, si quhen në gjermanisht, u bashkua, domethënë e dha votën për formimin e qeverisë. Gjithsesi, duhet ketë, po them, në Kosovë një ligj, reforma, një ligj për zgjedhje dhe me këtë të bëhet ndryshimi, të zvoglohet, gjithsesi siç u bën në Gjermani, u bë zvoglimi i deputetëve, pra nga 120 në Kosovë do të kishim 100 ulës dhe kjo do të krijonte mundësi që një koalicion, që çdo koalicion ta zëm mes 2 partive ose 3 partive, ose një partije vetme, siç ishte vetvendosja në zgjedhjet e kaluara, të fitonte 51 deputet që mund të krijonte pastaj qeveri, dhe me këtë votimi i minoriteteve, zakonisht të minoritetit serb problematik, nuk do të mund të ndikonte pra në formimin e institucioneve, dhe kjo reformë gjithsesi duhet të bëhet sepse në asnjë vend demokratik, qoftë edhe në Shtetet e Bashkuara ose ta nxëm në Unionin Evropian, asnjë parti nuk do të mund të fitojë mbi 50%, dhe këtu duhet vërtet një reformë, gjithsesi edhe përmirësimi i kulturës politike tek partitë politike, sepse akoma nuk po e kuptojnë që domethënë këto formimi institucioneve nuk është çështje subjektive, por është çështje politike, demokratike, sepse kanë dhënë betimin dhe janë zotuar për të krijuar institucionet. Pra, ju kam tani, domethënë, dije që ndikimi i Bashkisë Ndërkombëtare ka rënë, sikurse ata nuk po interesohen dhe gjithë përgjegjësia e krijimit të institucioneve, domethënë, është mbetur në duart e koalicionit të madh ose të partive shqiptare, por me këtë rast po tregon se vërtet ka një kulturë të dobët politike, domethënë liderët e kryesive të partive politike po i udhëheqin me interesa private dhe jo nga subjekti, nga ideologjia e partive, interesi politik që do të jetë mbi interesa personale të individëve, pra një fakt që ka elemente autokratike, moniste, të themi, në këto parti, se tregon fakti se siç ka pas zhvillimet të fundit, kryetarët e partive zëvendësohen ose futen në parti edhe ose në kryesi edhe pjesëtarët e familjes, për shembull futet djali, vajza, dhe kështu partitë politike shndërrohen nga grupacione me element klanist dhe të familjarëve, fenomen që vërtet nuk vrehet askund në partitë politike, ta zëm në Gjermani, në Angli dhe shtete tjera, dhe kështu do duhej që edhe kjo të na shqetëson, sepse partitë politike nuk duhet të kthehen në familjarizëm dhe në klientelizëm. A vjen kjo situatë, zoti Jakupi, si pasojë e rënies së fuqisë së lëvizjes vetvendosje dhe zotit Kurti? Jo, unë nuk besoj, sepse lëvizja vetvendosje me të gjitha përpjekjet që kishin nga LDK, nga PDK për ta dobësuar, sepse u futën shumë element, domethënë siç na kujtohet, nga ajo përçarja e madhe, pastaj lindi PSD, Partia Socialdemokrate, ishin iniciativa që erdhen nga pushteti, domethënë nga partitë, nga PDK, edhe pse domethënë vetvendosja faktikisht po peshkon antarët nga kjo parti, gjithsesi ka qenë përpjekje që të bëhet dobësimi i lëvizjes vetvendosje, pastaj siç e pam edhe kohët e fundit Partia e Punës, edhe ajo domethënë ja mori disa deputet, kështu që në zgjedhjet e ardhshme po mendoj që vetvendosja do të dalë edhe më e fortë, sepse dha domethënë pëlqimin, ishte dakord që me njërin nga partitë më të mëdha shqiptare, me LDK-n ose PDK-n, ta krijonte qeverinë, por kjo nuk ishte e mundshme sepse 2 partitë nuk po lejojnë ose nuk po dëshirojnë që të bëhet domethënë qeveria. 2 partitë e mëdha shqiptare në rendin e dytë, PDK dhe LDK,
nuk e njohin Albin Kurtin as si deputet, as si kryeministër, vazhdimisht e mohojnë dhe vazhdimisht flasin kundër, duke shpresuar që Bashkia Ndërkombëtare do të intervenoj, që Bashkia Ndërkombëtare të ju mundsoj që partitë e dyta dhe treta të jepet mundësia plus minoritetet dhe ai serb që ta krijojnë një qeveri, por gjithsesi as ky bashkim i opozitës vështirë se mund ta krijojë qeverinë, do që zgjedhjet e vetme zgjedhjet do të jetë zgjedhjet e ardhshme dhe nëse mbahen së bashku edhe ato lokale, ka mundësi sepse një gjë e tillë është e mundshme edhe në Gjermani, mirë po këtu duhet një personel për më çështja e zgjedhjeve, zoti Jakupi, se më kaluat dhe më theksuat diçka shumë të rëndësishme. Vazhdimisht edhe me kolegë të tjerë nga Kosova kemi diskutuar se të çështjes së konstituimit të Kosovës dhe dështimit nga dita në ditë dhe është theksuar që klasa politike në Kosovë i ka sytë drejt ndërkombëtarëve si zgjedhja e vetme e këtij ngërçi ku ka përfunduar politika në Kosovë me mos krijimin e institucioneve të reja. Ju vërtet e besoni që duhet faktori ndërkombëtar, një ndërhyrje e drejt për drejt për të zgjidhur këtë ngërç? Nuk besoj se duhet të ndërhyjet, sepse vërtet Kosova tani 26 vite pas shlirimit dhe pas bërjes së pavarësisë nuk ka nevojë që të ndërhyjet, ka qenë ndoshta koha kur ka qenë akoma institucionet jo të formuara dhe nuk kishte një arritje të pjekur politike që të bëhet formimi institucioneve, ndërsa tani vërtet nuk është e nevojshme dhe gjithsesi është një dobësi sepse çdo shtet i pavarur duhet në forcat e veta të krijojë institucionet. Mirë po kjo tani po tregon se nuk është çështje që nuk din, por nuk duan, sepse vërtet siç e dim, korrupsioni ka qenë në nivel shumë të lartë, ishte partitë politike në këtë qeverisje, pra PDK, LDK, Aleanca kanë qenë të familiarizuara me korrupsionin dhe kjo domethënë kjo shkallë duhet të hiqet, të reduktohet korrupsioni, krimi i organizuar dhe duhet të merret një formë e re e byrokratizimit, domethënë që administrata nënpunësit të shtetit të punojnë, qoftë edhe deputetët të punojnë si byråkratë të pavarur nga grupet e interesit dhe pastaj ta respektojnë ligjin që dhe jo të jenë të ndikuara nga strukturat, siç thash, familjare, klanore, gjithsesi partitë e opozitës kanë një orientim, këta sidomos këtu është edhe problemi, ka një orientim djathtist ekstrem dhe në çdo mënyrë mundohen që ta luftojnë fuqinë, forcimin e shtetit, pra ta luftojnë shtetin social, ndërsa janë pro privatizimit të ndërmarrjeve publike, me gjithë gjasë do t'i kishin privatizuar edhe ato që janë tani publike, madje ka patur në të kaluarën edhe privatizim të doganave, siç e dim nëse shpëtojmë shtypjen dhe mediat që i mbledhin tatimet për xhepat e tyre dhe kjo vërtet nuk e forcon shtetin, kjo është domethënë një formalitet negativ, një dukuri negative që është shumë domethënë sjell vetëm mbrapsje të shtetit dhe dobësimin e tij. Pra gjithashtu opozita deri djeshme në Kosovë nuk e përkrah vetvendosin sepse e ka kuptuar tani se ajo vazhdimisht po rritet dhe performanca të theme e institucioneve, por edhe të presidencës, sepse në atë kohë, para 5 viteve, kishte një dakordim që edhe presidenti të zgjidhet, Vjosa Osmani, dhe kjo performancë është shumë e mirë, gjë që nuk e kanë arritur parti tjera ose përfaqësuesit e partive tjera gjatë 20 viteve të kaluara, prandaj kjo ka një kundërshtim dhe për këtë bëhet një blokadë e tillë. E qartë, ndërkaq, zoti Jakupi, mendoni se do të kemi zgjedhje parlamentare së bashku me ato lokalet? Po, domethënë kjo është e mundshme politike në të njëjtën kohë. Po kjo është e mundshme, shikova sot edhe në jetën parlamentare në Gjermani, është e mundshme. Mirë po problemi është sepse akoma ka dhe zbrasi ligjore, sepse ligjet e para dhe ligjin e zgjedhjeve akoma siç u pam edhe në të kaluarën, ndoshta edhe kjo bllokadë është për këtë arsye, prandaj duhet këtu një personel shumë i madh, pastaj duhen edhe mjete financiare për të mund të vështruar, për të mund të kryer
në një mënyrë, në të njëjtën kohë dy palë zgjedhjeve edhe ato lokale dhe qendrore, prandaj puna vetëm po shkon dhe po komplikohet, por gjithsesi si tash është e mundur siç bëhet në Gjermani, zgjedhjet federale, lokale zhvillohen në të njëjtën ditë, domethënë nuk duhet të jetë shumë, nuk duhet të ketë një diferencë shumë të madhe nga koha kur mbahen, por duhet i nështrohet gjithsesi rregullave specifike ligjore që mund të ndryshojnë pra nga shteti në shtet, por gjithsesi akoma ligjet nuk janë, nuk njohin akoma një praktikë të tillë që të jemi të sigurt, por gjithsesi mund të bëhen pra që bashkimi i zgjedhjeve të rregullohet ose të bëhet tani edhe me këtë edhe një ligj i ri, më i përsosur të ketë reforma edhe në këtë drejtim që mbartja e zgjedhjeve lokal njëkohësisht të bëhet njëjtën kohë me zgjedhje të tjera, gjithsesi do të ishte edhe përfituese në atë aspektin, edhe për votuesit nuk do të ishte një maltretim i madh në këtë rast, mirë po infrastruktura për të bërë numërimin, pastaj siç e dimë ne në Gjermani, domethënë njëjtën kohë njerëzit votuesit kur votojnë, ajo regjistrohet në mënyrë digjitale dhe pastaj shkon në qendrat e votimit dhe atje numërohet dhe brenda një dite ka Kosova këto kapacitete për të mbajtur të dyja këto përgjegjësi së bashku. Po, gjithsesi mund të bëhet një përgatitje tani për 2-3 muaj, që ti ketë mund të marrë edhe përvojë, sepse ne po marrim vazhdimisht përvoja si në zhvillimin politik, në atë teknologjik, si qendër e periferisë, vazhdimisht edhe pse ne nuk i zbulojmë të gjitha këto, por mund të merren. Mund të merren këto përvoja që me një praktikë të tillë siç bën në Shtetet e Bashkuara Evropiane, të bëhet edhe në Kosovë, mirë po siç thashë, duhet një potencial shumë i madh i vrojtuesve, pastaj i njerëzve të cilët i bëjnë këto regjistrime në vend votime të caktuara të cilët bën, dhe në njëjtën kohë domethënë përpunimi dhe rregullimi i listës që në të njëjtën kohë ti voton për shembull për kryetarin e një partie, pastaj në të njëjtën fletë e plotson pastaj gjithashtu edhe për kryetarin ose për kandidatin lokal. Kjo nuk do të përbënte një problem, mirë po gjithsesi infrastruktura, digitalizimi në kohën kur votohet në qendrat e votimit, votat direkt duhet të shkojnë në qendër në mënyrë digjitale dhe të numërohet, gjë që brenda 2 diteve mund t'i kesh rezultate. Nëse shkohet sikur siç u bë në të kaluarën, duke u ankuar se po ra sistemi nga gjithsesi nuk do të ketë përparime, por duhet besoj që zgjedhjet janë si zgjedhja më e mirë tani për tani, edhe nëse mbahen bashkërisht, por gjithsesi kjo është një zhvillim shumë negativ sa i përket partive politike, kulturës politike, sepse me këtë njerëzit votuesit janë zhgënjur dhe nuk dihet vërtet se si do të jetë disponimi dalje në zgjedhjeve, mund të jetë edhe që vetëvendosje të fitojë më tepër, por nuk dihet sepse edhe hulumtime të ndryshme nuk janë bërë dhe nuk po bëhen në mënyrë profesionale, vazhdimisht porositë nga partitë politike dhe secila mundohet që ta nxjerrë domethënë veten si fituese, mirë po akoma nuk po bëhen punë në mënyrë neutrale nga instancat, nga institucionet të ndryshme që bëjnë hulumtime empirike për të dhënë pastaj një prognozë të parafort për këto zhvillime. Nga i gjithë kjo zbrazëti dhe ky ngërç politik në Kosovë, zoti Jakupi, a ka fitues? Për momentin vërtet nuk ka fitues, sepse unë e kam përmendur edhe në herave tjera. Në raundin e dytë do duhej që vetëvendosje të lëshonte dhe të zgjidhte një kandidat tjetër, për atë arsye për të kaluar tutje, sepse me këtë edhe dobësohet edhe imazhi i lëvizjes vetëvendosje dhe koalicionit si fituese. Mirë po vërtet nuk kuptohet se pse si është ky ngërç dhe pse bëjnë njerëzit një tillë, sikur mungon një përgjegjësi institucionale, sepse vërtet nuk janë mësuar, ta themi me mënyrë kritike, që t'i bindemi ligjit, ta marrim përgjegjësi në duart tona, të jemi përgjegjës para ligjit dhe për detyrat të cilat i marrim, dhe këtu vazhdimisht ka një forcë, ajo forca ballkanike e mentalitetit që i dirigjon, domethënë, partinë si parti e bën unike, por në këtë rast e bën unike për të bllokuar në vetvete, dhe vërtet është turp që një situatë e tillë, se kjo nuk do të mund të shlyhet nga historia, nga politika, nga kultura politike, edhe kjo do të mbetet një zbrasti, një pikë zezë, që pavarësisht nesër edhe pas zgjedhjeve nëse krijohet qeveria, këtë nuk mund ta zhbëj asnjë reformë tjetër.
Zoti Jakupi, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, ishte kënaqësi të merrnim komentin dhe opinionin tuaj. Faleminderit gjithashtu. Mirë, ne do të shkëputemi në publicitet.